Video virale, këngëtarja e njohur në vend të monedhës hedh kartën e kreditit në Fontana di Trevi. Ylli i muzikës pop Katy Perry ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale me një moment të pazakontë gjatë qëndrimit të saj në Rom. Këngëtarja e njohur ka ndarë një video ku shihet pranë Fontana di Trevi duke zgjedhur një mënyrë krejt ndryshe për të ndjekur traditën e njohur të shatërvanit. Sipas zakonit, vizitorët hedhin monedha për fat dhe për t'u rikthyer sërish në kryeqytetin italian, por Katy Perry, duke mos pasur para të imta me vete, zgjodhi dhe vendosi ta kthej në humor. Në video ajo dëgjohet teksa kërkon me shaka: "A ka dikush një monedhë për mua?", përpara se të shtoj me ironi një referencë ndaj këngës së saj Say Is Draft, duke theksuar se nuk merret me monedha. Në fund, artistja shkon edhe më tej duke hedhur simbolikisht kartën e kreditit në ujë, një veprim që menjëherë u bë viral dhe shkaktoi reagime të shumta online.